Vllazër besimtar, ju agjerus të nderuar dhe të respektuar, besimtari gjatë këtij muaji duhet të ketë parasysh dy gjëra shumë thelbësore, shumë kryesore. E para është me vlerësue veprën që jemi duke e bërë. E kjo vepër është shumë madhështore, edhe është shumë kapitale, e është agjerimi. Dhe e dyta, vlerësohet koha edhe momenti kur e bën veprën. Ne agjerimin jemi duke e bërë në muajin e Ramazanit. Ky agjerim që bëhet në këtë kohë, edhe në këtë muaj, nuk ka peshë që mundet me peshue. Nuk ka është problem që mundet mu caktu. I jashtë Ramazanit mund të agjerosh sa duash. Ndoshta me muaj, ndoshta me javë, edhe shumë. Mirë po asesi dhe kursesi nuk e ka peshën e agjerimet gjatë muajit Ramazan. Këto dyja duhet me pas parasysh. Besimtari që nga thirrja e ezanit sabahit e deri në thirrjen e ezanit të akşamit është krejt në ibadet. Ai që agjeron, edhe gjumin e ka ibadet. Edhe pauzën kur pushon e ka ibadet. Edhe kur rrin me besimtarët, edhe me njerëzit e ka ibadet. Do thot krejt kjo kohë është ibadet edhe i shkruhet shpërblime pejonës së Allahu xhaleshanuhu. Kështu që gjatë këtij ibadeti besimtari duhet me shfrytëzue rastin që të bëj dua edhe lutje për nevojat e veta që i ka. S'ka besimtar i cili nuk ka ndonjë breng, ndonjë shqetësim, ndonjë problem, ndonjë telashe. Të gjithë ne kemi. A jemi bita Ademit a.s. edhe a ecmi në tokë, ne kemi telashe dhe kemi probleme. Qysh kanë pas bita Ademit a.s. probleme njëri me tjetrin, kjo është trashëguar në gjend. Deri në ditën e Kiametit ka me pas probleme familjare, farafisnore, probleme do të thotë shoqërisë, gjithçka. E kështu që besimtari e lut Allahun xhaleshanu në këtë muaj në veçanti që këto gjëra të lehtësohen, këto gjëra të eliminohen, edhe ne dalmi do të thotë me gjëra që Allah na realizon, do të thotë në këtë muaj të bekuar. Para se të futemi në këtë temë, do të dim kur janë pozitat ose mewatinul ijabe, kur janë vendodhjet kur pranohet më shumë të lutja. Ta duhet me ditë besimtar. E para, më shumë të që pranohet lutja edhe duaja, është akhir min yawmil jum'a. Thot ditën e xhumë, është një orë që çdo sen që i li besimtari Allahu xhaleshanuhu, nëse e ka pator, edhe nëse e qëllon, Allahu xhaleshanuhu ja plotson atë dua edhe atë lutje çfarë e kërkon besimtari. E në veçanti ne që jemi agjerueshëm. Shumë prej dietarëve, shumë prej do të thotë parëve musliman, kur është kryt dita e xhumë, thot o Zot, unë e krita ibadetin tem dhe tash po e pres atë lutje që unë po të lutem ti mu përgjigj mua. E Allah xhaleshanu kur nuk e kthen dorën e lutësit, dorën e besimtarit nuk e kthen prapa. Ata jep me njëherë, ata jep momentin kur duhet ti mas shumti, ata runë për shpërblime natën e vorrit, ata runë për shpërblime në ahiret, ato janë çështjet e Allahut xhaleshanu që e din mas mirti kur me ju përgjigj lutjes së robit. E para do të thotë që ka ditën e xhumë, e disa dietar thënë akhir min yawmil jum'a. Pas ikindijes deri në akşam është një kohë edhe më e përshtatshme ditën e xhumë që ne ti lutemi do të thotë Allahu xhaleshanu. Tjetër vllazër është as-saimu hatta yuftir. Edhe besimtari i cili është agjerueshëm deri ku të vjen iftari. Do thotë ne duhet ta kemi parasysh vllazër, se lutja jonë nuk përkufizohet vetëm gjatë namazeve, ose vetëm gjatë kryerjes të farzeve, por besimtari është në ibadet, është në lutje edhe shfrytëzon këtë hapësirë, këtë distancë kohore e cila është mjaft e gjatë prej sabahit deri në thirrjet e ezanit të akşamit, lutjet e agjeruesit janë të pranueshëm. Andaj pejgamberi selam thot
thelathatun la turaddu da'watuhum. 3 personave nuk ju kthehet thot lutja mbrapa. E para është da'watu sa'im, ai i cili lutet edhe është agjërueshëm. Do thot edhe i agjërueshëm, ibadet shumë madhështor, po edhe pe bën një vepër shumë të madhe, po tregohesh modest edhe kërkues i begative edhe të mirësive nga Allahu xhaleshanu. E dyta thot është da'watul musafir, edhe lutja atij që është musafir. Ai që është musafir, është udhëtar, Allahu xhaleshanu ja din preokupimet atij, ja din shqetësimet, edhe lutja atij që del nga shpirti edhe nga zemra. E ai kur të bën do edhe lutje, te Allahu xhaleshanu nuk kthehet prap. Dhe treta thot është da'watul madhlum, edhe atij që është bë padrejtësi. Atij që është bë mizori, atij që hihet në hak, atij që i mirët haki, qoftë mirë, do thot me letra, qoftë me forcë, qoftë në një formë tjetër të ndikimit që mundesh me pa, nëse ti i hin hak dikujt, thot syni ti nuk flen. Ai ka mu lut. A lutet natën, a lutet ditën, a lutet në fillim ditës, a në mbarim ditës, ai ka mu lut. Thot keni kujdes, i tëki da'wat el madhlum. Runi lutjes edhe dua sa ati që i keni bën ju padrejtësi. Ne për atë arsye, Allahu xhaleshanu thot, inni haramtu dhulme ala nefsi. Thot, unë ja kam ndalu padrejtësin vetvetes. Unë si Allah që t'jap fal ajër, edhe të fal gratis ujin, edhe të furnizoj, edhe të mbaj, edhe ta komëdhon jetën, edhe ta komëdhon gjakin, edhe ta komëdhon shpirtin, thot, unë nuk guzoj, ja kam dalu vetvetes me bë padrejtësi robit tim. Shqeqen e vllazër, çka do thot? E thot ju, wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalimu. Edhe kam bërë thot padrejtësien të ndaluar në mënyrë kategorike rreptësisht, fala tadhalimu, edhe mos bani padrejtësi. Do thot, kjo vllazër është shumë me rëndësi, veç pak besimtari me çumenën këtë fjalë pejgamberit alayhis salam, ka me përmisu vetveten e do të jetë pak më i drejtë. Mandej prej pozicioneve se kur pranohet duaja, është edhe kur besimtari fi halet ittirab. Kur besimtari ka ndonjë shqetësim, ka ndonjë preokupim të madh, ose ka ndonjë gale të madhe. Edhe tashti, ajo është besimtar. Ai ka besu Allahun edhe kur s'ka pas gajle. Ai ka lutë Allahut edhe kur s'ka pas telashe probleme. Në momentin që i lind halet ittirab, në momentin që ka ai përplasje shpirtërore, ka preokupim në zemër dhe në shpirt edhe në mendje, i lutet Allahu xhaleshanu, ajo lutje do të thotë është e pranueshme. Këtë e tregon rasti pejgamberit alayhis salam fi ma'rakatil Badr, në luftën e Bedrit, kur pejgamberi alayhis salam ka pas një armik shumë të fuqishëm para vetit, e vet ka qenë shumë i dopt, edhe ka ushtar, edhe ka armatimi, edhe shumë ka furnizimi, thot e vetmja që e ka shpëtu pejgamberi alayhis salam, thot ka qenë lutja që e ka bënë. Edhe thot, ja Allah, thot, o Allah, thot, nëse neve na zhdukin armiqt, këtë grup të vogël që jemi, thot, men ya'budaka fil ard, kush ka me të adhëru më në tokë? Fansurna në ndihmon neve Allah, se jemi të dopt. E forca jote, fitoria jote, e realizon qëllimin tonë. Edhe thuhet lutjen që e ka bërë pejgamberi shumë gjatë në këtë gjendje, çfarë ka qenë pejgamberi me atë ankthin e vet, me atë trishtimin e vet, por besimi i fortë, thot Allahu xhaleshanu, laqad nasarakumullahu bi Badr, Allahu juve ja solli fitoren në luftën e Bedrit. Do thot, është shumë e rëndësi njeri kur ka ndonjë telashe, mi lutë Allahu xhaleshanu, se sinqeriteti është më e madh atëherë. Lidhja është më e ngushtë me Allahun. Zemra është më e lidhur me Allahun, se ti mo e shet që ai problem s'ka zgjidhje tjetër, vetëm kërkon pe Allahu xhaleshanu, atëherë ti përgjigjet lutja se ti e lut edhe më herët. Për pozicioneve kur pranohet lutja vllazër, është bejnë el-edhani, bejnë el-iqame wal edhan. Thot, lutja që bëhet mes thirrjes e ezanit edhe të kametit. Kur thirret një ezan, edhe derisa çomi me fal në farzën e një namazi,
kur ne i lutmi Allah Gjeleshanu, atër ajo qenë ka për vendodhjeve më të përshtatshme për mu pranue lutja tek Allah Gjeleshanu. Dhe fundit, vendodhja që është më së fundit është fi akhiri nisfi lejl. Fundi i një tretës natës. Kur është kjo? Është kohë e sifirit. Wal mustaghfirine bil eshar. Ka ardhur Kur'an, ata të cilët i kërkojnë kërkim falje, edhe pastrim, edhe falje, edhe mëshirë, Allah Gjeleshanu në fundin e tretës natës. Do thotë, siç është koha e sifirit. Çdo besimtar, kur gjë mos bëft sifir, as mos janë të buka, as të smunët më ushqeje, ose s'don vetëm me pi ujë, me bon jetë, po mjafton një dua, një lutje me bon qëtë kohë, ti kokëshe në vendodhjen më të përshtatshme që Allah Gjeleshanu e kërkon.